Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vëllezër të nderuar musliman, Allahun azza wa jalla falenderojmë, falje dhe ndihmë dhe mbështetje dhe furnizim vetëm prej atij kërkojmë, salavatet dhe selamet, përshëndetjet e përzemërta Muhammedit alayhi salatu wassalam ja çojmë familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar musliman, në një ditë sikur kjo, në ditën e 12 të Ramazanit ka ndodhur shumë gjëra. Prej tyre do t'i cekim disa. Në ditën e 12 të Ramazanit ka ndodhur vdekja e imamit Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi është një prej dietarëve të selefit, prej dietarëve të parë, prej dietarëve të mëdhshëm. Ibnul Jauzi është Jamaluddin Abdurrahman ibn Ali el Jauzi. Ky është që ka jetuar në shekullin e 4 të Hijretit, ka qenë prej Irakit, prej qytetit Wasit. Ai aty është lind dhe aty ka jetuar dhe pastaj ka shkuar në Bagdad dhe në Bagdad ka mësu në dietarët hoxhallarët e Bagdadit. Ka qenë prej imamave të diturisë dhe ka qenë me dituri shumë i arritur. Sa që thuhet për atë se ka qenë imam në lëmin e fikhut, në lëmin e hadithit, në lëmin e tefsirit, në lëmin e gjuhës arabe, edhe në shumë lëmi tjera. Dhe gjithashtu ai ka të shkruar shumë libra që thuhet se shkrimet apo librat e tij kanë arrit në më shumë se 300 shkrime apo në më shumë se 300 tituj. Ai ka shkruar në shumë lanë të fesë, ka shkruar në çështjen e besimit, ka shkruar në çështjen e fikhut, jurisprudencës islame, ka shkruar në çështjen e hadithit, fjalëve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka shkruar në tefsir, edhe në histori. Prej librave të tij më të njohura janë libri Saidul Khatir, i cili është prej librave të tij të njohura edhe sot e kësaj dite që shitet dhe lexohet, gjithashtu libri Zadul Mesir fi ilmi tefsir, libri pastaj El Muntazam fi Tawarikh al-Umam wal-Arab wal-Ajam, ky libër është në histori, gjithashtu libri Telbis Iblis, mashtrimet e shejtanit, gjithashtu libri Akhbar al-Hamqa wal-Mughaffalin dhe libra tjerë të shumë të cilat disa prej tyre sot janë prezente, disa kanë humbur me kalimin e kohës. Për këtë imam thojnë shumë dietarë që ka qenë imam dhe njeri shumë i arritur në dituri. Për shembull, Ibn Kathiri thot, ka qenë njëri prej dietarëve të dalluar në atë kohë. Gjithashtu ka qenë i cili ka shkruar shumë libra. Gjithashtu është dalluar prej dietarëve dhe prej ulemave tjerë edhe ka shkruar shumë libra që librat e tij, shkrimet e tij kanë mrit për mise 300 libra. Dhe ky imam ka vdek në 12 të Ramazanit në vitin 597 Hijri, që përputhet me 16-in korrik të vitit 1200 Gregorian. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu ta kish pas mëshiru këtë dietar të madh të fesë. Gjithashtu në 12 Ramazan, sikur në këtë ditë, ka ndodhur që ka hyrë në Egjipt sultani apo mëkëmbësi, valia i Egjiptit asaj kohe, Ahmed Tolon, i cili ka shku prej Irakit për në Egjipt dhe e ka sundu Egjiptin në emër të halifes Abasi, i cili është kanë në atë kohë halifja i krejt shtetit islam. Ai e ka qeverisë Egjiptin në emër të tij. Dhe gjithashtu në njëjtin ditë me 12 Ramazan të vitit ma vonë, të vitit 265 Hijri, ai e ka filluar ndërtimin e xhamisë së madhe që pastaj e ka marrë emrin e tij Ahmed Tolon në Kairo.
Dhe gjithashtu në 12 të Ramazanit ka ndodhur një masakër e madhe e cila ka ndodhur nga forcat tajlandeze apo nga ushtria tajlandeze ndaj muslimanëve të cilët kanë dalë në protesta që të bëjnë protesta që të lirojnë disa musliman apo një numër të madh të muslimanëve të cilët kanë qenë në burgin e tyre. Ato kur kanë dalë në protesta, ushtria i kanë mbyt dhe i kanë gjujt dhe kanë mbyt në këtë protestë më shumë se 87 prej muslimanëve të cilët kanë qenë që kanë jetu në atë vend. Këto kanë disa prej ndodhive të cilat kanë ndodhur në 12 të muajit të Ramazan. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allah na mundson të dimë sa më shumë rreth fesë tonë dhe historisë tonë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah